Faleminderit kryetare, suksese në detyrë. Komisioni u mblodh me datë 9 qershor në 12:30. Komisioni përbëhet nga 17 veta, një është vakant, kështu që 6-8 veta ishin pjesëmarrës dhe zhvilloi punimet pavarësisht se kishte edhe antarë nga grupet ose komisionet e tjera. U trajtua fillimisht pika e parë e ditës ishte subvencionimi i qeras të disa familje në nevojë që nuk përballojnë dot qeran e tregut lirë. E tha pak ai kryetari numrat që unë s'po dua të përsëritem. Pra ishin 45 aplikime të rregullta, me unanimitet u miratuan të 45 këto aplikime. Ndërkohë u diskutua dhe pika e dytë që kishte për të trajtuar komisioni jonë, që është miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social subvencioni interesave të kredisë i financuar nga fondet e buxhetit shtetit në Bashkinë e Tiranës. Fillimisht u trajtua lista e përfituesve propozuar nga administrata e bashkisë, ishte një listë e përbërë nga 1001 persona. Gjithashtu nga administrata u bë me dije që lista e cila mund të ishte përfituese potenciale ishte 1200 përfitues, pra ishin rreth 200 vende ose mundësi cilat ishin të pashfrytzuara. Në komision u diskutuan problematikat ndryshme cilat kishin hasur aplikuesit në momentet dytë, që lidhen kryesisht me problematikat sistemit ose vështirësi për të marrë dokumentacionin, sepse disa institucione kërkonin një afat më të gjatë se vetë afati i aplikimit. Dhe në këtë pikpamje komisioni gjykoi që do ishte më e vlerë të shikoheshe mundësia që të plotësoheshin sa më shumë këto vakanca, dhe gjykuam që për sa kohë që pas nesh kishin punime komisioni i çështje ligjore dhe komisioni i çështje financiare, pasi trajtohej edhe nga këto dy komisione, të ritrajtohej nga ana jonë. Besoj që është gjetur një zgjidhje pjesëshme nga gjithë antarët e Këshillit Bashkiak për të bërë disa propozime për ato raste ku ka pasur problematika për plotësimin e dokumentacionit plot, duke konkluduar sot me një mbledhje para fillimit të mbledhjes zyrtare të Këshillit, me një listë tjetër përfituesis për 108 përfituesis, që e bën listën totale të përfituesve ose të propozimit për përfitues, sepse vetë procesi është më i gjatë, sepse duhet aplikojnë në për banka dhe pastaj procesi zgjat që varet edhe nga kushtet tjera që janë kushtet e bankave për të vendosur, ku mbeten prap 91 pozicione ose aplikime të mundshme dhe i jepet mundësia përsëri në bazë të vendimit të Këshillit Bashkiak pas 5 ditësh që do bëhet shpallja, që gjithë ato persona të cilët kanë pretendime për shkak të vështirësive të procesit, kanë mundësi të aplikojnë, që mbeten dhe rreth 91 prap vakanca për të plotësuar dhe për të ritrajtuar nga Këshilli Bashkiak. Pra numri total i aplikimeve është 1009 përfitues nga 1200 që janë kuotat. 1109. E thash gabim. 1109. Kjo ishte dhe ne shprehim dakordsinë nëse antarët e tjerë për miratimin e këtij vendimi. Faleminderit. Faleminderit. Dhe tani kalojmë te Komisioni i Financave dhe i Buxhetit. Fjala për kryetaren zonjën Braho për pikat 4, 5, 6, 8, 9, 10 dhe 11. Faleminderit zonja kryetare dhe urime për detyrën e re. Komisioni i Financave dhe i Buxhetit e bëri mbledhjen ditën e djeshme. Në fillim të mbledhjes ishim prezent 10 këshilltar dhe mbas diskutimit të pikës 8 u shtua edhe një këshilltar tjetër. Për sa i përket projekt vendimit numër 4 dhe projekt vendimit numër 5 për miratimin e familjeve aplikuesi që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi kushtuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranës për periudhën 1 deri në 30 prill 2025 dhe projekt vendimi për trajtimin me subvencion të qeras në disa familje në nevojë që nuk mund të përballojnë qeran e tregut lirë, janë dy projekt vendime me karakter social që ne i kalojmë dhe i shqyrtojmë çdo muaj. Nuk pati nga asnjë antar të komisionit diskutime dhe kaluan dhe u miratuan me 10 vota pro të pranishme që ishin në komision. Për të kaluar në projekt vendimi numër 6 për përfituesit e programit të procesit të rindërtimit, ku relatoi drejtori i rindërtimit, i cili shpjegoi se përfituesit janë nga programet e rindërtimit si dhe nga vendimet e formës së prerë të gjykatës. Nga programet e rindërtimit për DS1 dhe DS3 përfiton një qytetar dhe nga programi i zhvillimit të objekteve të reja përfitojnë 23 familje nga njësia administrative numër 2 dhe njësia administrative numër 6. 2 familje janë hequr nga lista e përfituesve për shkak të mungesës pronësisë
dhe 12 familje nga Kashari, Ndroqi, Kraba dhe njësia administrative numër 2 do të përfitojnë nga zbatimi i vendimit të formës të prerë të gjykatës, si dhe nga ndryshimi i programit të përfitojnë 2 familje. Dhe ky projekt vendim u miratua me 10 vota pro, për të kaluar në projekt vendimin numër 8 për një ndryshim në vendimin numër 21 datë 18/7/2012 të Këshillit Bashkiak për miratimin e antarësimit të financimit të kuotës të antarit asociuar të Bashkisë së Tiranës në Eurocity, rrjeti i qyteteve më të mëdha europiane të ndryshuar. Pasi u bën dhe një relatim nga përfaqësuesja e drejtorisë së marrëdhënieve me jashtë në Bashkinë e Tiranës, sqarimet kryesore ishin dhe kishin të bënin me që të ky projekt bën thjesht vetëm indeksimin e kuotës të ansarësimit në këtë shoqëri dhe ky vendim u miratua me 9 vota pro dhe me 1 abstenim për të kaluar në projekt vendimin numër 9 për miratimin e kritereve dhe kushteve plotësuese që agjencitë e shërbimeve funerale duhet të plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të shërbimit funeral dhe ofrimin e shërbimit për shtëpi funerale në lidhje me kapacitetet teknike dhe burimet njerëzore. Ky është një projekt vendim që komisioni jonë diskutoi dhe një muaj më përpara në mbledhjen e mëparshme dhe u lasi detyrë që të bëheshte dhe një konsult me të gjithë përfaqësuesit e këtyre subjekteve dhe dëgjesa u realizua ku ishin të pranishëm dhe disa këshilltar të Këshillit Bashkiak. Pati një vlerësim dhe nga zoti Teliti i cili nxori në pas e pati dakordsi nga ana e këshilltarëve prezent në këtë dëgjes dhe afati i licencimit nga 5 vjet që ishte propozuar në projektin e mëparshëm u arrit në 10 vjet dhe njëkohësisht dhe zonja Albina Nanaj bëri një vlerësim të punës së bërë nga administrata e Bashkisë Tiranës dhe nga sekretariati i Këshillit Bashkiak, duke shprehur se dëgjesa u zhvillua në një frym mjaft konstruktive dhe pika 9 e rendit të ditës u miratua me 11 vota pro pra nga gjithë antarët e pranishëm në këtë komision. Për të kaluar në projekt vendimin numër 10 për miratimin e raportit të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Tiranës për 12 mujorin e vitit 2024, relatoi nënkryetaria e Bashkisë Tiranës dhe njëkohësisht drejtoresha e përgjithshme e menaxhimit financiar zonja Halili. Në përfundim të prezantimit pati disa pyetje nga këshilltarët, si zoti Teliti, ku kërkoi mbi arsyet e fondit të mbartur, të numrit të punonjësve të Bashkisë Tiranës, si dhe në vendimet gjyqësore të formës së prerë që janë ekzekutuar, që nuk janë ekzekutuar ende, dhe nëse ka punonjës me kontratë të përkohshme në Bashkinë e Tiranës, pati sqarime nga zonja Alili, e cila u shpreh se numri i punonjësve për vitin 2024 janë 8700, ndërkohë kur plani për vitin 2025 është 9500 punonjës. Ajo saktësoi se ka patur kontrata të përkohshme për punonjësi sezonal, kryesisht për pastrim gjelbërimin ose shërbimet që bëhet në shkolla, për lyerjet, për disinfektimin, përpara çeljes të vitit shkollor. Për këto lloj kontratash nuk aplikohen më sipas të detyrave të lëna nga kontrolli i lartë i shtetit dhe janë futur pjesë e detyrave të administratës Bashkisë Tiranës. Gjithashtu zonja Alili sqaroi dhe për çështjen e detyrimeve të prapambetura, duke thënë se ky nuk është një standard i Bashkisë të Tiranës, por ka pasur vetëm ndonjë rast sporadik. E pyetur për fondet e rindërtimit, drejtori i përgjithshëm menaxhimit financiar u shpreh se fondi i planifikuar për vitin 2024 prej 422 milion lekësh është realizuar në masën 98% në programin DS4 dhe DS5. Është planifikuar një fond prej 770 milionësh për vitin 2025, për banesat individuale një projekt i ezaruar tashmë, rezulton se janë përfunduar rreth 702 të tilla dhe zonja Alili u ndal dhe në fondet për 2 zonat e rindërtimit, ku tha se janë rreth 2.9 miliard lekë të papërdorura për shkak të jo për shkak të mos realizimit, por si rezultat se është mbyllur ky proces dhe pritet vendimi i Këshillit të Ministrave për heqjen e tyre dhe caktimin e tyre në zëra të tjerë. Nga ana e këshilltarëve të opozitës është kërkuar gjithashtu dhe informacion për mënyrën e hedhjes së shortit në zonat e rindërtimit, sepse sipas tyre nuk janë njoftuar për të marrë pjesë në procedurë të tillë.
Drejtori juridik bëri sqarime dhe shpjegoi se procedurat janë në bazë të rregullores të miratuar në vendim të Këshillit Bashkiak. Ajo ka njoftuar se shorti do të hidhet në datën 18 qershor në orën 9 në ambientet e shkollës Lazgush Poradeci në kombinat dhe ftojmë edhe këshilltarët e opozitës për të marrë pjesë në këtë shor që do të hidhet. Gjithashtu zoti Teliti ka kërkuar një informacion mbi mbasat e marra nga Bashkia e Tiranës për përmirësimin e mbledhjes së të ardhurave nga taksat, ndërkohë që sipas tij duhet të shihet mundësia dhe për uljen e taksës së ndikimit në infrastrukturë. Zonja Lili tha se nga ana e administratës së bashkisë po bëhet një përpjekje maksimale për reformimin e planifikimit të buxhetit. Pati diskutime edhe nga zonja Etleva Bajrami, kur kërkoi disa saktësime për sa i përket draftit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, dhe kërkojnë dhe informacion mbi mos realizimin e shpenzimeve për personelin. Për këtë pikë zonja Lili shpjegoi se bëhet fjalë për një transfer të pakushtëzuar që nuk është mundur të realizohet. Këshilltari Jonathan Pano kërkoi njëkohësisht për të ditur për sa i përket raportit të auditimit të financave të Bashkisë Tiranës për vitin 2024 dhe morën sqarimet përkatëse se në Bashkinë e Tiranës për një kohë është duke kryer auditin kontrolli i lartë i shtetit për një periudhë 3 vjeçare, pra do të bëhet e mundur dhe realizimi i auditimit për vitin 2024. Gjithashtu këshilltari Pano kërkoi të di për realizimin për strehimin social për rreth 19% ndaj u bënde sqarimet përkatëse që dhe kur detyrimi i Bashkisë të Tiranës është të planifikojë rreth 3% të strehimit social që bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave mund të merret edhe me sipërfaqe banimi ose me vlerë monetare. Dhe pika 10 e rendit të ditës u miratua me 10 vota pro dhe 1 vot kundër për të kaluar në projekt vendimi numër 11 për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social subvencioni interesave të kredis i financuar nga fondet e buxhetit të shtetit në Bashkinë e Tiranës, ashtu sikur se sqaroi dhe kryetari zoti Bonati, pati disa diskutime nga gjithë këshilltarët që ishin të pranishëm në komision dhe duke pasur parasysh se kishim vakanca, pra ishin 1200 vende dhe ishin sipas komisionit edhe drejtorisë ishin përcaktuar sipas dokumentave vetëm për 1100 veta, u bërë diskutime, ka pasur disa qytetarë të cilët janë ankuar pranë Këshillit Bashkiak për dokumentat dhe njëkohësisht u diskutua dhe mundësia që herën tjetër Bashkia e Tiranës të marri, domethënë nëpërmjet sistemeve online nga institucionet të tjera për që qytetarët mos të kenë këtë ecjejaket për të marrë dokumenta në institucionet përkatëse, sepse njerëzit janë ndjekur dhe për një dokument, janë bërë shqyrtimit, para mbledhjes u diskutua dhe u mblodhën përsëri dhe për gjithë listat të cilët u dhanë ndje janë parë nga ana e Bashkisë të Tiranës dhe miratuam numrin e përfituesve për strehim social me kredite buta në numrin 1109 përfitues nga kredite buta dhe ky projekt vendim u miratua me 11 vota pro për të gjithë anëtarëve që ishin në Komisionin e Financës. Ju falenderoj. Ju falemderit zonja Brau dhe tani kalojmë me Komisionin e Çështjeve Ligjore dhe Drejtësisë Sociale, jap fjalën kryetares zonjës Doracaj. Falemderit kryetar dhe urime për detyrën e re. Atëherë pa dashur të hynë në përsëritje për të zgjatur në shumë elemente detaje, komisioni u mblodh ditën e dieshme dhe diskutoi projekt vendimet numër 8, 9, 7, 8, 9, 10 dhe 11. Konkretisht projekt vendimin për ndryshim në vendimin numër 109 datë 15 nëntor 2023 të Këshillit Bashkiak për krimin e bordit të Agjencisë Industrisë Kreative në Tiranë, i cili u miratua unanimisht me 9 vota pro. U diskutoi projekt vendimi numër 8 për një ndryshim në vendimin numër 21 datë 18 korrik 2012 të Këshillit Bashkiak për miratimin e antarësimit financimit kuotës antarit asociuar të Bashkisë Tiranë në Eurocities, rrjeti qyteteve më të mëdha europiane të ndryshuar. Po ashtu mori 8 vota pro, pra miratua unanimisht. Projekt vendimi për miratimin e kriterëve dhe kushteve plotësuese që agjencitë e shërbimit funeral duhet plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të shërbimit funeral dhe ose shërbimit
për shtëpi funerale në lidhje me kapacitetet teknike dhe burimet njerëzore. Këtu vetëm doja të ndalesha në 2 momente kryesore. I pari ka të bëjë realisht me dëgjesën që është zhvilluar me të gjithë operatorët ekonomik, ku kanë qenë të pranishëm antar edhe të pozitës, po dhe të opozitës. Vlerësoj frymën e bashkëpunimit dhe të dëgjuarin proaktiv nga të dy palët, dhe vlerësoj atë vendimarrje që në fund arrihet në bashkëpunim dhe duke mirë kuptuar edhe nevojat që ka administrata për ta rregulluar si fush, por duke pasur parasysh dhe situatën konkrete dhe nevojat nga operatorët ekonomik. Këtu janë bërë disa ndryshime në përputhje dhe me propozimet që kanë ardhur nga operatorët ekonomik, të rakorduara dhe me antarët e komisionit. Nuk po i ripërmend sepse i përmendin në fakt edhe zonja Braho, po kryesisht kanë të bëjnë me lehtësim në dokumentacionin që paraqet subjekti i interesuar për të paraqitur me licencë, me afatin e vlefshmërisë së licencës, me numrin e punonjësve. Kjo ka qenë në fakt një nga çështjet që ka qenë realisht të diskutuar, dhe u ra dakord që numri i agjencive funerale të ketë një numër minimal prej 3 personash siguruar, dhe shtëpitë funerale të kenë një minimum prej 4 personash me kohë plot dhe 2 persona me kohë pjesshme. Këtu të paktën munduam të gjejmë një të mesme. Gjithashtu u pa dhe tarifat e shërbimit, dhe duke pasur parasysh që kosto ishte minimale për administratën, u vendos që do jetë 0 tarifa shërbimit. U miratua me 9 vota unanimisht, pra projekt vendimi numër 9 për ofrime shërbim funeral. U miratua po prap me 9 vota pro projekt vendimi numër 10 për miratimin e raportit konsoliduar të zbatimit buxhetit Bashkisë Tiranë për 12 mujorin e vitit 2024. Dhe gjithashtu kemi pasur dhe ne disa takime në lidhje me projekt vendimi numër 11 për miratimin e familjave që përfitojnë nga programi social, subvencionimi e interesave të kredisë, për të cilin e miratuam me 9 vota pro me një listë totale për 1109 aplikantësh. Faleminderit. Faleminderit, zonja Doraca, dhe tani vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës, ku jepet fjala këshilltarëve për të drejtuar pyetje nëse kanë në kryetarit bashkisë. Në kryetare mundëm? Po, mbi rendin e ditës. Faleminderit. Ndjes. Dhe urime për zgjedhjen tuaj në postin e kryetares, me këmbë të mbarë, dhe uroj që t'jetë një augur i mirë edhe për të na vënë pak, na uli pak tensionet në këtë sallë kaq të nxehtë, sa mjafton vetëm vera, por sistin, por edhe të nxehurit apo humori i kolegëve. Nuk e kuptoj megjithatë nxehjen e zotit Hodaj për mos dhënien e fjalës. Shqetësimi që kishte që doja të thoja që parë, ka lidhje qoftë me procedurën, por qoftë edhe me pikat e rendit të ditës apo dhe me çështjet përkatëse. Në momentin që ne miratojmë, dhe dua një sqarim ndoshta edhe nga jurist, që besoj se kemi disa këtu, qoftë edhe nga Komisioni Ligjor, dua një sqarim. Në momentin që kryetarja e Këshillit Bashkiak ka dhënë dorëheqjen, projekt vendimet tona, qoftë nga momenti që na është njoftuar me email dorëheqja, të cilën ajo e ka paraqitur pranë sekretarisë së Këshillit Bashkiak, qoftë edhe momenti që ne kemi miratuar. Projekt vendimet që na janë paraqitur në emrin e saj janë të vlefshme apo jo? Kjo ishte meraku im që nuk e mora vesh sepse përshkallzoi kush jam unë e kush je ti. Pra, pyetja ime para se të vijoj ka të bëj me vlefshmërinë e këtyre akteve në momentin sipas procedurave, në momentin që jepet dorëheqja, miratohet dhe projekt vendimet pavarësisht teknikaliteteve juridike, mua më duket që kërkon një shpjegim apo një sqarim nga ana e sekretariatit apo qoftë edhe nga këshilltar. Pyetje, unë s'jam juriste. Prandaj, mund qeshni siç mund qesh unë me gafat tuaja historike. Unë po pyes. Vendimi sipas unë e di për por ato që na janë paraqit ne, duhet ndryshonte nga sekretaria. Mirë, me radhë dhe me qetësi ju lutem, që ta nisim mbar. Zonja Papa, faleminderit, nëse mundet sekretari. Atëre, duke qenë se njoftimi i mbledhjes bëhet nga kryetari, më fal, si ka kënë. Pra,
Mirë, ju lutem se po merrni përgjigjen. Duke qenë se njoftimi i mbledhjes bëhet nga kryetari i Këshillit dhe kryetari i Këshillit në atë moment ka qenë në punë, pra do të thotë që nuk është marrë një vendim për shkarkimin apo për pranimin e dorëheqjes, dhe pranimi i dorëheqjes vjen për shkak të një funksioni tjetër i cili do të thonë ashtu. Pra, deri në atë moment ka qenë punë. Pra, deri në momentin që është marrë votimi këtu, ka qenë në punë. Pra, nga momenti prandaj u zgjodh pozicioni nën kryetarit për të bërë pjesën e parë dhe vazhdon më tej. Kjo është Nuk mund të vini në momentin që u drejtua seanca dhe të ndryshoi ky lloj projekt drafti, pyetje prapë. Jo, ale kur u hodh rendi ditës përpara unë prandaj ndërhyra që të miratoj që projekt draftet të nënshkruheshin me emër të një nga nën kryetarët e Këshillit Bashkiak dhe jo me zonjën Kuko. Kjo ishte shqetësimi im që nuk mu la. Mbasi u miratua dorëheqja. Mund të bëj? Mbasi Mirë. edhe një herë. Zonja Bravo, me qetësi. Po. Si Këshilli Bashkiak miratojmë projekt aktet. Ne miratojmë projekt aktet të cilët propozohen. Koha e propozimit ka të bëjë që personi në momenti kur i ka propozuar ka qenë apo jo në detyrë. Në momenti kur i ka propozuar ka qenë detyrë deri në momenti kur ne i pranuam dorëheqjen me vendim. Dhe aktet nuk ndryshojnë me qenë se nuk është më në detyrë, se këto janë projekt akte. Pra në momentin e propozimit, data 5 ditë para mbledhjeve, aty ka marrë fuqinë ligjore propozimi i aktit, draft akti. Tani ne miratojmë këto akte, por në qoftë se nuk do ishte 5 ditë para antare e Këshillit Bashkiak edhe kryetari i Këshillit, atëherë do ishte me vend pyetja juaj dhe nuk do miratosh. Në momentin kur janë propozuar ka qenë antare e Këshillit Bashkiak, ka qenë dhe kryetari i Këshillit. Ka 10 minuta e cilë nuk i ushtojnë këto funksione. Ai është momenti i cili do diskutojmë. Megjithatë, kam përshtypjen se është debat i panevojshëm sepse propozimin e bën bashkia. Pra administrata e bashkisë, ne votojmë në Këshill. Në këtë moment do duhet ndrohet emri këtu, të vendoset emri i kryetarit të ri dhe të firmoset. Prandaj s'ka firmosur ajo, një do firmosi. Më fal. Në zbardhje do jetë kryetari i re. Kuptohet? Në rregull. Mirë. Ka pyetje të tjera për nën kryetarin? Po, zoti Shabani, fjala për ju. Zoti nën kryetar. Zoti nën kryetar, kam lidhje me pyetjen me vendimin numër 11 për bonuset e kredive, për kreditë e buta. Kemi kërkuar edhe në komision informacion për listën e skualifikuarve. Këtu na është paraqitur 1001 fitues, 66 e skualifikuar në fazën e dytë, ndërkohë në fazën e parë ka pas 2033 aplikantë. Është shumë e rëndësishme për ne për të ditur kush janë këta 1200 aplikantë e skualifikuar dhe Ora ç'është kjo vetëm? Nuk doja ndërpresim fjalën kolegut, zoti Bregasi, nuk doja ndërpresim fjalën, do ta dëgjojmë. Mirë, ta dëgjojmë, të lutem me respekt dhe pastaj do ta keni fjalën dhe ju. Jo, do ta dëgjojmë kolegun deri në fund, mirë, me qetësi. Me qetësi. Zoti Bregasi, lutem, të mbaroj fjalën dhe pastaj e merrni fjalën ju. Kërkoj sekretarisë së Këshillit t'i sjellë një kamomil zotit Bregasi, të qetësohet, edhe të më lë të bëj punën se s'e marr vesh Ka më. nevojë për ironi, zoti Shabani. Po ç'është fjala është për ju. Po ju dëgjojmë me Atëherë, zotin nën kryetare kam për juve. Më duhet si këshilltar në cilësitë e këshilltarit edhe për qytetarët që më pyesin për një informacion i cili është shumë i rëndësishëm për transparencë edhe për të kuptuar këta persona që janë skualifikuar. Pse janë skualifikuar? Sepse ne kemi një sistem pikëzimi ku e kemi debatuar edhe këtu në Këshill, ku ne vendosim më pak pikë nëse dikush jeton me prindin, që thot nëse një nga familjarët është mbi 40 vjeç, ne vendosim më pak pikë për shkak të preferencave seksuale, përpasoj unë dua të di sa prej këtyre janë skualifikuar për shkak të preferencave tyre seksuale, sa prej këtyre janë skualifikuar sepse jetojnë me prindin. Pra, këtë informacion, a mundet ju si administrat na i vënë dispozicion se unë nuk e kam për 1 muaj? Pyetja juaj konsiston në listën emërore apo në kriteret që komisioni ka përdorur për të bërë skualifikime? Kriteret unë i di. Unë dua transparencë për listën emërore të skualifikuarve dhe pikët që ka marrë secili nga të skualifikuarit. Pra, komisioni që ka bërë... Nëse skualifikimi është bërë për dokumentacion apo është bërë për pikësim?
nuk e kam, asnjë nga ne Shiko, këtu nuk e ka këtë informacion. Ç'është më bëhet tani, mos Shiko, bëni debat kot. unë- Asnjë antar i Këshillit sot nuk e ka një listën e të skualifikuarve në fazën e parë. Nuk e ka askush. E keni ju zonjë? Shiko, Të skualifikuarve. Lista, Ma jep pak. o, zoti Ma Shabani. jep pak. A e kemi mbajnë në shtëpi? Zoti Shabani, lista e të skualifikuarve, lista e të skualifikuarve nuk është pjesë ti themi e punës së të Këshillit, është vetëm lista e të kualifikuarve që juve miratoni për të kaluar. E para. Po është, zoti Seferi, është edhe lista e skualifikuar në fazën e dytë. Pse të mos jetë lista e skualifikuar në fazën e parë? Si do e vlerësojmë ne transparencën? Ne ju na kërkoni që ta votojmë. Mua më rezulton që mbi 50% e atyre që janë në këtë listë korrespondon që patronazhisti gjatë listës së patronazhistëve i ka klasifikuar, le ta them unë se e kam studiuar këtë çështje. Plus mos i hedhim tymnaj politike, mos i hedhim tymnaj, sepse është një proces shumë i pastër. E kam të verifikuar, pra patronazhisti këta ose prindët e këtyre, për shkak e dini ju që po ti je patronazhist ka një korelacion shumë të lartë që ti je fitues në këtë listë. Unë po të them një diçka. Dini ju që nëse prindi juaj është patronazhist, është fitues në këtë listë. Tani unë dua informacion, unë nuk po hedh këtë dyshim. Dëgjoj tani. Në qofse do duam të arsyetojmë mbi këtë listë, duke u nisur nga këndvështrimi social, hajde të flasim dhe edhe ajo që ju kërkoni, patjetër ju drejtoheni komisionit, edhe ju jep edhe argumentat. Por ta mbaroj. Juve, jo komision. Po mirë për tash unë ta nxjerr, ku ta nxjerr? E dyta, çdo i skualifikuar është njoftuar me shkresë. Nuk ta kanë thënë, nuk ta kanë referuar. Po mirë, një minutë më të jemi shumë në të njëjtën gjatësi vale, të gjithë duam të shërbejmë komunitetit që është, hallëxhive që na dëgjojnë dhe prandaj të gjitha këto komisioni, të gjithë të skualifikuarit i ka pajisur me një shkresë ku tregohen edhe arsyet ose mënyra rrugëtimi që është ndjekur në dokumentacion e paraqitur. Juve pjesë e këtij këshillit nuk është lista skualifikuese, është lista fituese. Në qoftë se ju këtë e kërkoni për ta pasur në atë, ti themi në dienin tuaj, komisionit i drejtohemi, e merr dhe i mban. Por jo komisioni, juve i lutem ma vini në dispozicion si administratë e bashkisë, sepse ligji për pushtetin vendor dhe rregullorja e Këshillit Bashkiak i jep të drejtën këshilltarit që të pajiset me çdo dokumentacion që e kërkon nga bashkia, nga administrata e bashkisë. Vetëm një diçka, sepse dua të përgjigjem asaj, ti themi tymnajes politike, kjo listë nuk është e fshehtë. Kjo listë bëhet publike për njerëzit dhe arsyet për cilat janë skualifikuar. Më kupton? Pra, pse pyes, më ta shpjegoj që mos s'dua të bëj tymnaj. E di pse pyes? Dua të di. E di pse, ta shpjegoj, që të mos spekuloj më. Që mos të spekuloj. Atëherë po të them, dua të di nëse se mund të ndodh që edhe ke lista e skualifikuarve prap të jenë patronazhistët. Deri tani më rezulton që fituesët janë vetëm patronazhistët. Dua ta di nëse ke skualifikuar ata janë patronazhistë apo janë ata që nuk votojnë për lutem. Fjalën patjetër. Po fjala për zotin Saliani me radhë që ti dëgjojmë gjithë kolegët, lutem. Përsa shikoj, lutem, ti dëgjojmë gjithë kolegët, lutem. Spari përsa i përket diskutimit në lidhje me procedurën, ne në mbledhjet e Këshillit diskutojmë miratimin e akteve dhe jo skualifikimin. Përsa i përket emrave, kush ka pas interes, siç këtu dhe u diskutuar nga komisionet, për personat e skualifikuar, në komision ka diskutuar dhe i ka propozuar Këshillit emrat që të pranohen. Dhe ky diskutim që ne po bëjmë sot bëhet në komision. Nuk e di zoti Shabani ka qenë nëse po se jo në ndonjë komision, dhe nëse vërtet do kisha hallin e ndonjë personi i cili nuk ka qenë pjesë e listës, patjetër aty do të kishte diskutuar në komision dhe kishim parë shkaqet pse është miratuar ose pse nuk është skualifikuar. Por ne në Këshill nuk mund të merremi me persona të skualifikuar, për arsye se nuk është tagri jon. Në komision kanë të drejtë të diskutojnë lidhje me emrat. Për sa i përket procedurës, ka edhe një procedurë apelimi ku gjithë qytetarët të cilët janë skualifikuar do t'i drejtohen strukturës të apelimit pranë Bashkisë së Tiranës dhe
ka kuota të lira boshe për të kualifikuar. Por këtu, kjo listë, besoj, është një listë që do bëhet publike dhe nuk mund t'i vëmë takën patronazhist, këta janë qytetarë Tiranës. 1109 qytetarë të cilët u kualifikuan. Në djenin time janë 1200 kuota, që do të thot ankimimi do kualifikoj, që do të thot mundet personat të cilët mund të kalojë dhe kuota, pra sugjeroj Bashkisë Tiranës, personat të cilët në apelim do i kenë dokumentat të rregullta, të futen në listë, për arsye se këtu jemi, është lista e 5 që ne miratojmë si Këshilli Bashkiak dhe banga 20-30% listës nuk i kualifikon. Dhe do ngelen kuota bosh. Prandaj, përsa i përket apelimit, ju sugjeroj të gjitha rastet të cilat do apelojnë të shikoni me përgjegjësi më të madhe për plotësimin e dokumentacionit, se mund të ketë dhe qytetar për shkak të kohës ose i Albanias mund të kenë humbur të drejtën. E vërtet. Salani për replikë. Faleminderit. Faleminderit për sqarimin Ma përmendi emrin. Të lutem. Zonja Fino, po më mendoj se ishte Sa zoti Shabani, tash unë kam drejtë të bëj replikë. Unë nuk kam asnjë njerëz që dua ta fus në listë. Nuk është ky shqetësimi im. Shqetësimi im është parimor. Pra unë dua të kuptoj, këta 1000 qytetarë të tjerë familjar që i kemi lënë jashtë kësaj skeme kredie, të cilët nuk janë para tona, janë para të qytetarëve. A janë ndjekur procedurat apo janë preferencat e tyre politike dhe lidhjet e tyre. Për ta gjykuar këtë, për ta gjykuar nuk dua të hetem naj, për ta gjykuar këtë, e atyre që janë përjashtuar informacion transparencë totale dhe ta gjykojmë pastaj nëse janë patronazhist apo jo. Mirë, përgjigja shtëruse u dha, mirë, me qetësi, përgjigja shtëruse u dha dhe ju lutem dhe vërtet marr shkaz nga ky rast që t'ju ftoj të gjithëve kush është interesuar të marrë pjesë në komisione. Dhe le të bëjmë këto diskutime sa më hapur në mënyrë transparente në komisione. Tani mund vazhdojmë me pyetje tjera nëse ka për zotin Seferi. Po, zoti Teliti, ka pyetje? Faleminderit zonja kryetare. Zoti kryetar, kam disa pyetje shumë thjeshta të cilat janë dhe pyetje përsëritura faktikisht, por që nuk kemi marrë përgjigje asnjëherë, përgjigje shtëruese konkrete. Për rendin e ditës, ju lutem. Për rendin e ditës, po. Për buxhetin faktik. Zoti kryetar, pyetja. Sepse pjesën pasaj të komenteve dhe diskutimeve kemi pikë tjetër procedurë të rendin e ditës. Kështu që do mundohem të jem sa më koncis të pyetjet. Pyetja. Sa është sot vlera totale e vitit 2024 e vendimeve gjyqësore ende të pazbatuara dhe të papaguara nga Bashkia e Tiranës? 1. Sa është në buxhetin e vitit 2024, në buxhetin faktik të vitit 2024, numri i personave të cilët kanë fituar me gjyq vendim të formës prerë, rikthimin në vendin e punës, po nuk janë kthyer. Pra e thënë ndryshe, për një vend pune janë paguar 2 persona. Cilat janë arsyet që shpenzimet operative realizohen pothuajse në masën 100%, ndërkohë që shpenzimet për investime realizohen disa herë më pak. Ka një arsye për deficiencën e këtë realizimit të investimeve publike në kryeqytetin e Tiranës? 4. Çfarë mendimi dhe çfarë do të bëni ju për të fondin e mbartur i cili vit pas viti rritet, ndërkohë që është një fenomen që duhet të ulej vit pas viti? Dhe fundit fare, a keni ju në një koment për bizneset që gjatë muajve të parë të këtij viti i është bërë rivlerësimi i xhiros së vitit 2023 dhe vitit 2024, të cilëve u ka ardhur rivlerësimi dhe kanë paguar për rivlerësimin në padjeni të tyre. Tashmë u vendos edhe kamat vonesa dhe gjobët, të cilat kanë ndikuar thjesht në mbushjen e arkës së Bashkisë Tiranës dhe jo në rritjen dhe cilësisë shërbimit që Bashkia e Tiranës do t'i japë këtyre subjekteve. Këto janë pyetje të cilat do doja një përgjigje konkrete të qartë. Jo përgjigje do marrim informacion dhe do përgjigjem nesër. Këtë përgjigje ka marrë disa herë prej jush apo dhe prej kolegëve tuaj. Pyetja është e qartë. Fillojmë nga e para. Sa është vlera totale e vendimeve gjyqësore? Faleminderit. Faleminderit për pyetjet, besoj se jam i lirë të përzgjedh rendin e përgjigjes pyetjeve. Meqenëse se të fillim nga e para, jo. Atëherë, përsa i përket kësaj pjesës së vendimit të gjykata, të numrit të gjyqjeve të fituara, kjo më tepër është një statistikë të cilën do informohem.
Po, me fel, ju si shumë, me fel, në brëndësit fushës e kuptoni që këto janë ca statistika që unë nuk mund t'i kem në këtë moment por pa tjetër, duke qenë edhe kjo është një diçka që është publike, pra nuk mund të mos e japim këtë. Përsa... Kemi të njëjtën gjë. Kurse përse përket fondit të mbartur, është planifikuar, duke qenë se janë shumë elemente të cilët kanë ndikuar në shtimin e këtij fondit, është menduar që brenda, t'i themi, sa po më konfirmojnë këtë që ju thash pjesën e vendosjes në dispozicion të listës nga administrata përsa i përket të rikthimeve apo pikërisht këtë sa po më shumë. Përsa i përket pastaj pjesës së fondit mbartur, di që ky debat është bërë edhe në komision, edhe janë sqaruar nga zonja Halili edhe elementet pse ky fond ka arritur në këtë nivel, por nga ana tjetër brenda planifikimit të buxhetit për vitin 2027, për 24-27, është menduar pikërisht ulja dhe realizimit gjithë investimeve strategjike që Bashkia Tiranë ka bërë. Ashtu sikurse edhe ju e dini që janë shumë element që ndikojnë në rritjen, element që duke filluar që është nga pandemia, duke filluar që është nga tërmeti dhe shumë në vazhdimsi gjëra që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve, në lidhje edhe me pronën, në lidhje edhe me inflacionin e çmimeve që u krijua mbas krizave. Për këtë arsye jemi në këtë gjendje sot dhe brenda 2027 do bëhet ezaurimi i kësaj t'i themi i këtij fondi të mbartur. Edhe për pjesën e rivlerësimit jeni sqaruar në komision dhe në komisionin përkatës dhe prandaj këto janë ato përgjigjet që unë mund t'ju kthej. Faleminderit. Nëse nuk ka pyetje tjera, Zoti Teliti, do shkojmë tek diskutimet. Qofse s'ka pyetje tjera? Qofse nëse nuk ka pyetje tjera, mund të vazhdojmë me fjalën për këshilltar për diskutim. Po, patjetër. Përshëndetje zoti kryetar, zonja kryetare, urime për detyrën e re. Kam disa pyetje. Pse strehimi social ka realizueshmëri 19%? Është një nga zërat me realizimin më të ulët që kemi në pasqyrën e raportit të 2024-s. Së dyti, kam një vit që më ka dalë goja mbrapa dhe them kërkoj që ngret një komision për rivlerësimin e bonusit qerave. Familjet të cilat përfitojnë bonus qeraje në Bashkinë e Tiranës që janë të prekur nga projekti i rindërtimit apo nga projekte të tjera infrastrukturore që janë shpronsuar, siç kemi zonën e bulevardit të ri Shkollës 5 Maj, përfitojnë nga 150 deri në 220.000 lekë të vjetra në muaj. Kemi rënë dakord, madje edhe me dakordsinë tuaj, që duhet të merren masa konkrete nga Bashkia e Tiranës që të jepet një bonus qeraje në bazë të vlerës reale të tregut. Ende, mos them ka kaluar një vit që nga kërkesa ime, e përsëris në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak dhe ende nuk kemi një masë konkrete. Së treti,
nga sipas raportit kemi 14 miliard lek infrastrukturë, që fonde që taksat janë mbledhur nga taksa infrastrukturës e përkthyer, pra duke ditur që ajo është 8% në 1.8 miliard euro vlerë ndërtimi. Ndërkohë që ka diçka shumë interesante, të ardhurat që janë marrë nga kopshtet janë realizuar në masën 73%, ndërsa nga çertet është 93%. Dhe është shkruar zëdha mbi të bardhë në raportin tuaj që shkak i realizimit është ulja e frekuentimit si pasojë e emigrimit të familjeve nga Tirana. Vetëm me këtë raport kuptohet degenerimi që i bëni ju propagandës së kryeministrit, që nga njëra anë del dhe thot Tirana po rritet, nga ana tjetër raportet tuaja zyrtare tregojnë që mos realizimi i buxhetit vjen si pasojë e emigrimit të familjeve nga Tirana. Së fundmi, pyetja ime e cila shtrohet gjithashtu me një sugjerim. Sistemi formula e pikëzimit për programin e strehimit social subvencionimi i interesave të kredisë, këto kredite buta që ne po japin 0 pikë për të moshuarit që kanë mbushur moshën e pensionit dhe nuk përzgjidhen për të strehuar në institucione publike të kujdesit shoqëror dhe 2 pikë për familje, të cilat apo për individ, të cilat i përkasin komunitetit LGBT. Pa dashur të diskriminohet asnjë komunitet apo asnjë minoritet. Pyetja ime është sa persona që i përkasin pensionistëve që nuk kanë patur mundësi të strehohen në baneza sociale, nuk janë përzgjedhur për të strehuar dhe nuk janë përzgjedhur për të marrë kredit buta nga Bashkia e Tiranës dhe sa nga krau tjetër kanë qenë persona që kanë çekuar këtë pjesën e LGBT-s dhe kanë përfituar kredi të butë nga Bashkia e Tiranës. Tani, një sugjerim shumë modest nga ana ime, unë personalisht nuk e bëj dot, nuk më lejohet brenda ideologjisë time, por nëse ka pensionistë që janë skualifikuar për shkak të kësaj pike, atëherë gjeni ndonjë wokist brenda grupit tuaj që t'i thotë merr edhe i plak tjetër, deklarohuni sikur jeni brenda të njëjtit komunitet LGBT, të paktën të përfitoni kredinë e butë. Kështu që jepini drejtim në këtë aspekt, të lutem, dhe herën tjetër që do të miratohet sistemi i pikëzimit për kredinë e butë, duhet të kalojë në një konsultim publik, gjithashtu dhe me Këshillin Bashkiak, që të bëhen sistem pikëzimi i drejtë dhe mos duke diskriminuar asnjë person i cili jeton në Bashkinë e Tiranës dhe këtu them kryesisht për pensionistët. Faleminderit. Okej. Aq më tepër që këto janë pika që janë diskutuar edhe në komision, edhe për sa i përket pjesës fondit të strehimit, i cili është një fond që ka qenë i ulët, por për arsye të pjesës së 3% që neve arktojmë të strehimit social, bazuar në vendim Këshillit të Ministrave, janë marrë 2 zona për të zhvilluar si zona strehimi. Për këtë arsye, është kjo gjë. Pjesa tjetër janë të gjitha të zauruara në komision, siç thonë dhe kolegët dhe siç u raportua edhe këtu. Po. Kryetar, nuk ka lidhje me rendin e ditës, po ka lidhje më shumë me procesin e rindërtimit. Kemi shumë familje të cilët nga zonat informale po dhe nga zonat urbane kanë ankesa të tipit që nuk kanë marrë akoma ende fondet e rindërtimit për shkak sepse kanë lëvizur 2 apo 3 metra nga gjurma. A do të ketë një zgjidhje administrative nga ana Bashkisë Tiranës lidhur me këtë problematikë sepse shohim shqetësuese dhe me sa diun numri i rasteve është mbi 300 familje. Është edhe në projekt të tyre kanë kaluar dhe janë miratuar, pjesa tjetër janë duke u shqyrtuar hap pas hapi në funksion të dokumentave të pronës që kanë, pronës alternative që ato japin, për të kaluar pastaj por edhe në projekt vendimin aktual që është në lidhje me rindërtimin, ka një pjesë të këtyre familjeve të cilëve është pranuar ky lloj ndryshimi e kuptoj shumë mirë, kjo është për arsye o gjeologjike ose për arsye. Kur kemi problematike që qytetarët nuk dinë ku t'i drejtojmë apo t'i propozojmë nëse janë antar këshilli. Po më pse ka gjë ato janë drejtoritë përkatëse që merren me këtë pjesën. Mirë, faleminderit zoti Seferi. Atëherë vazhdojmë me pikën tjetër të rendit ditës, fjala kryetarëve të grupeve të këshilltarëve për qëndrimin e grupit. Atëherë, zoti Teliti se kjo pikë, megjithatë, nëse ka dikush tjetër. Nëse ka diskutime patjetër.
U duk se u ezaurua, nëse ka diçka tjetër, patjetër. Atëre, në emër të grupit socialist, nuk ka, kështu që mund vazhdojmë me lejen tuaj, mund vazhdojmë? Po pra, në emër të grupeve, po. Gjithmonë fillon nga grupi minorancë, pastaj shkon te majoranca. Ju respektojmë zërit e litë, ju e dini. Jo se është respekt, është procedura. Ju lutem. Respekti është kur ai bie komo tepër se ç'është takon. Zonja kryetare. Nuk do ju mungoj koha juve. Të nderuar këshilltar të Këshillit Bashkiak Tiranës. Sot ka shumë pika në rendin e ditës, po 3 janë ato të cilat janë vërtet të rëndësishme në këndvështrimin tonë, të cilat meritojnë dhe debat dhe diskutim. Pasi për pikat e tjera besoj që nuk është që ka debat dhe diskutim, gjithmonë e keni patur, e keni edhe sot dhe do ta keni gjithmonë mbështetjen e opozitës në Tiranë, këshilltar opozitar, kur vjen puna te ndihma ekonomike, kur vjen puna te qerat, te subvencionimet e kështu me radhë. Po e nis nga projekt vendimi i parë i cili ka lidhje të bëjë me rregullimin e sektorit e shërbimit, shërbimit funeral. Një shërbim i cili nuk ishte rregulluar më parë, për cilën për herë të parë ky Këshill Bashkiak realizoi edhe konsultimin publik, i cili për hir të vërtetës ishte një konsultim procedurë shumë e suksesshme. Unë kam marrë vetë pjesë në atë mbledhje takim me grupet interesit, e cila zgjati pothuajse 4 orë. Kjo fatmirësisht i hoqi frikën edhe majorancës, duke i treguar që konsultimi është një gjë e mirë, jo thjesht për këshilltarët, por edhe për qytetarët dhe sidomos për grupet e interesit, pasi me vërtet 4 orë kanë qenë debate të nxehta midis përfaqësuesve të bashkisë, këshilltarëve bashkiak dhe njëkohësisht edhe 40 përfaqësuesve të grupeve të interesit, por ama u arrit në një pikë të përbashkët. Dhe ky projekt vendim që ka ardhur sot në Këshillin Bashkiak është realisht një projekt vendimi i cili gëzon dhe reflekton të gjitha komentet që kemi pasur edhe ne si këshilltar opozitar, ashtu dhe komentet dhe vlerësimet që kanë pasur dhe kërkesat që kanë pasur edhe përfaqësuesët e grupeve të interesit. Kështu që kjo të shërbej edhe si një modus operandi, zoti Civic, ju lutem, shërbej si modus operandi edhe për projekt vendimet e ardhshme të cilat e ka të sankcionuar ligji vetë qeverisë vendore dhe rregullorja e Këshillit Bashkiak që janë nevojshme për të konsultuar nga Këshilli Bashkiak me publikun dhe grupet e interesit, pasi asgjë e keqe nuk vjen nga konsultimet publike. Për sa i përket kësaj pike, mbështetja e opozitës do të jetë në votën e saj pro, pasi e përsëris janë reflektuar të gjitha komentet dhe kërkesat që këshilltarët opozitar kishin për sa i përket këtij projekti vendimi. Për sa i përket buxhetit faktik vitit 2024. Kjo është nga ato temat e mia të preferuara, të cilat Eridiani shpesh nuk është ka dëshirë të dëgjoj, sidomos edhe Luani. Por gjithsesi, buxheti vitit 2024, nëse e mbani mend, u nis me këmbë gabuar. U miratua këtu për 300 sekonda, e mbani mend, u ngritën kartonat nga ana juaj, nuk u lejuat diskutimi i hallave dhe i problematikave të Tiranës, dhe e pam, sot ne po diskutojmë faktin e atij buxheti të miratuar mbrapsht. Nëse diçka nis mbrapsht, ju asiguroj që mbrapsht do përfundoj. Dhe pse përfundon mbrapsht? Dhe nuk dua këtu bëj thjesht analizë shifrash që specialistët e bashkisë kanë bërë të qartë tabelat e tyre. Po do ta kap nga ana filozofike, nga ana çfarë shërben buxheti fund fare, se buxheti është instrument. Ky buxhet i vitit 2024 nuk është ndihmoi realisht në rritjen ekonomike të mishënies Tiranës dhe banorëve të saj. Ky buxhet i vitit 2024 që miratoni sot, ishte buxheti i taksave të larta që vazhdon të rriteshin her pas here. Ky buxhet i vitit 2024 është ai buxheti i cili ju rivlerësua nga detoria e tatimeve, xhiroja subjekteve të Tiranës dhe në vend që të çonin detyrimin e ri çuan detyrimin plus kamatvonesat e gjoba në mënyrë tërësisht pa drejtë. Detyrimi do paguhet, po jo kamatvonesat e gjoba të cilat nuk kanë ardhur si pasojë e neglizhencës apo mos deklarimit të vetë subjekteve. Ky buxhet i vitit 2024 është ai buxhet i cili nuk numëron dot 3 çerdhe të hapura në Tiranë. Vjollca, mundem? Faleminderit. Ky buxhet i vitit 2024 që miratoni ju sot faktikun, nuk rendit dot 3 çerdhe të reja në Tiranë. 3. Nuk rendit dot as 2 çerdhe të reja në Tiranë. Nuk rendit dot vetëm 1 çerdhe. 1 çerdhe të re të ndërtuar dhe 2 të marra me qira, për cilën zonja kryetare dhe zoti sekretar në gusht të këtij viti bashkë me Jonathan Pano kemi dërguar një shkresë tonë Bashkia e Tiranës, ku kemi kërkuar na jepni kontratat e marrjes së 2 çerdhe me qira. Çerdha e marr me qira për dijenin tuaj, është marrë në dajt me 15 euro metri katror. Ju sfidoj të gjithë. Shkoni në kullat e Tiranës, këtu të qendrën tek afër ku jemi ne.
ma gjeni me 15 euro metri katror qiran. Janë më të lira këtu. Se sa në dajt, merret 15 euro metri katror. Dhe zonja kryetar, megjithëse jeni dhe ju e rend detyrën tuaj, gjitha ato kërkesa do ju vinë përsëri, dhe është në detyrën tuaj si drejtuese të Këshillit që do siguroni bashkë me sekretarin përgjigjen e çdo pyetje zyrtare që vjen nga këshilltarët. Buxheti vitit 2024, flasim për biznesin, dhe ne fatmirësisht kemi edhe përfaqësues biznesi do, është ai buxhet i cili nuk i dhani ndihmë reale konkrete bizneseve të Tiranës. Nuk ishte ai buxhet i cili mbështeti ato me një subvencionim në rast të nevojash. Nuk ishte buxhet i cili mbështeti fermerin, ku neve sot nuk llogarisim dot një treg në Tiranë të vetëm, i cili shesi produktin made in Tirana. Keni folur shumë dhe ish kryetari, i cili sot rezident Durrës, ka folur shumë për produktet made in Tirana dhe gjatë fushatës zgjedhore. Ku është sot produkti made in Tirana? Ku është domatja, kastraveti, speci, që ai na krenoheshin ne do vinim në 2024 dhe 2025 dhe do mbusheshin tryezat tona. I kemi dhënë parat nga buxheti i shtetit, por produkt mbrapsht nuk kemi marrë. Ky është buxheti i vitit 2024, që nuk është audituar dhe kontrolluar ende nga një subjekt i pavarur si është sanksionuar në 52 i ligjit për financat vendore. Ky është buxheti i vitit 2024 që ju miratoni sot, i cili çfarë ka bërë për të pastrehet? Ka dërtuar një godin 3, thoni ju? Jo. Çfarë ka bërë për rindërtimin? Ka mbyllur procesin e rindërtimit, më shpejt ndërtohet një kull 34 në Tiranë, se sa ndërtohet dhe jepen shtëpitë në një godin banim për 5 katësh. Ky është buxheti i vitit 2024. Buxheti i vitit 2024 është që ju planifikoni 200 milion euro investime dhe me zorja keni dalë të realizoni vetëm 80 milion euro investime. 40%, 60% dështim. Këto duhet diskutojmë neve sot. Mund të ketë dështime patjetër 6%? Absolutisht po. Nga rrethana. Po 60% zotëri është dështimi i sistemit të ngritur, të makinerisë të ngritur të funksionimit punëve brenda një strukture. E thënë ndryshe sikur mos ekzistojnë në 12 muaj, 7 muaj të vitit, dhe të ekzistojnë vetëm 5 muajt e parë. Ky është buxheti që po miratoni sot për cilën vota jonë është kundra, sepse nuk është buxheti që as ka hapur në vend pune, nuk është buxheti as që ka ndërtuar një infrastrukturë të re, po ama është buxheti i cili është ushqyer në masën 143 milion euro, 143 milion euro, ka marrë dhe kështet të grupit, mësime të tjerë, tu janë dhe kafe. Ka marrë, ky është buxheti 2024, i cili ka 143 milion euro, vetëm një zë, taksa e ndikimit e infrastrukturë, pa taksa e ndikimit, taksa e ndërtimit të reja. Është gjysma të ardhurave totalit Bashkisë Tiranës. Është skandal që një strukturë buxhetore të varet ka 20 zëra të ardhurash dhe ku vetëm njëri prej tyre përbën gjysmën e të ardhurave, tregon varësi ekstreme ndaj këtij zëri. Dhe kjo tregon që Bashkia e Tiranës, e njëjtën gjë që na tha vitin e kaluar që vitin 2025 dhe 2024-2025 neve do bëjmë studime si të përmirësojmë sistemin e menaxhimit të ardhurave tatimore dhe jo tatimore në Bashkinë e Tiranës, jemi në një situatë që agravohet vit pas viti. Ka qenë 35% deri 40% pesha e taksës ndikimit infrastrukturë, sot janë në masë 50%. Ky është buxheti zonja dhe zotëri, i cili paguan vendime gjyqësore dhe paguan me qindra persona sot në Bashkinë e Tiranës, institucionet e varësisë për një vend pune 2 persona. Mund ta përfundojmë, ju lutem? Do përfundojmë patjetër. Çka problemi ka? Dhe përfundimi cili është, nëse ju ngrini kartonat për të miratuar një buxhet faktik, pra për të mbyllur bilancin e vitit 2024, që nuk i ka dhënë Tiranës as mirëqenie, si ka dhënë Tiranës as shkolla të reja, si ka dhënë Tiranës as një qendër të re, si ka dhënë Tiranës as një qendër spitalore të re, i ka dhënë Tiranës vetëm ndërtime të reja, po jo infrastrukturë mbështetëse të re. Ky është një krim politik, është kështu quhet, që ju i bëni Tiranës, pasi në vend që kërkoni ju si mazhorancë parët dhe ne si opozitë patjetër po, llogari ekzekutivit, se si është e mundur që dështohet me menaxhimin e financave vendore të Tiranës, ku ka një aftësi shumë të madhe për të mbledhur taksa, për të vendosur gjoba, për të vendosur kamat vonesa, po ka një deficiencë totale për të shpenzuar parat, pra për të kthyer ato mbrapsht te qytetarët e Tiranës. Kjo do të ishte kryefjala e diskutimit sotëm. Jo hajde mbyllim se kemi ndeshjen e darkës. Shqipëria inshallah fiton son darkë, po të siguroj që fiton apo fiton Shqipëria son darkë, përsëri nesër mëngjes fëmijët tanë do shkojnë ato shkollat me 2 turne, edhe nesër mëngjes fëmijët tanë do shkojnë ato çerdhet të cilat mungojnë, dhe pensionistët që janë prindrit tanë nuk do kenë mundësi të dalë ato lulishtet që ju janë premtuar, që ju janë marrë parat,
që janë tenderuar, po që kur nuk u ndërtuan. Ndaj vota ime për këtë është kundër dhe vetëm kundër. Dhe një koment fundi për sa i përket projekt vendimit. Për sa i përket projekt vendimit të banesave të interesave të kredive. Shiko, pa i hyrë se si është bërë përzgjedhja nga komisioni, këtu ka audit brendshëm, do ketë audit nga KLSH-ja, do ngrihet tashmë dhe komisioni famshëm i kontrollit brendshëm financiar, i cili fatmirësisht mbulon 100% fushave, si edhe të rast, po një gjë është për të thënë. Kemi në dispozicion 1200 kota. Thirrja që një bëj ekzekutivit është bëni kërkesë Ministrisë Ekonomisë që të rritet numri kotave, kërkesat janë më të larta. Kanë kaluar fazën e parë, nga 13 sa aplikues, kanë kaluar fazën e parë mbi 2000 aplikues. Apo ja. Për arsye të dokumentacion, njëri solli një letër apo solli një letër, të cilën mund ta furnizojnë një kod caktuar edhe në të ardhmen, bëni kërkesën urgjente, kjo është thirrje. Parat janë. Madje edhe nëse Ministria e Ekonomisë nuk jep parat nga buxheti shtetit, buxheti qendror, kemi mjaftueshëm miliarda lekë, 10 miliona euro disponibil buxhetit ton Bashkisë Tiranës, që ne mund t'i përdorim për subvencionimin e kredive. Jo të kemi dy listat, sa u kualifikuan, sa s'u kualifikuan. Çfarë po japim fund fare? Borxh. Dhe po subvencionojmë një pjesë të kostos borxhit, as totalin, se 3% ta paguajnë ata të përsëri kostot borxhit. Po i subvencionojmë pjesën tjetër. Kështu që ju lutem, merrni konsiderat zotin nën kryetar, si përfaqësuesi i ekzekutivit sot në këtë mbledhje të parë me kryetarin e re. Merrni konsiderat pse jo dhe rritjen e numrit të kotave, që jo të jeni 1200, ka mundësi të jenë 2200, dhe pse do të hapen jo thirrje një herë 2-3 vite, po të hapet thirrja çdo 6 muaj për qytetarët e Tiranës, për çiftet e reja, në mënyrë që t'i ndihmojmë ata në strehim. Dhe pse e them këtë? Sepse sot të blesh shtëpi në Tiranë, po bëhet. Nuk pash një orar. Është 2 minuta, sot po të unë blesh shumë shtëpi në Tiranë, është bërë pothuajse mision. Ata mbaroj tutën zonja kryetare. Po mos mjaft gjova ndë, mjaft gjova. Jo. Mjaft gjova. Unë shoh juve drejtë në sy, s'po dëgjoj. Ju lutem, po mbarova, duroni, mos duroni, jam në fund. Ora jam në fund, komendi fund, duroni. Zonja kryetare. Brenda kësaj minute. Zonja, ka mbaroj po ç'keni? Kisha mbaruar. Duroni më. Duroni. Duruam, prandaj po ju them. Pak me qetësi ju lutem. Pak me qetësi. E përsëris edhe një herë, të blesh sot apartament 1+100 Tiranë, është misioni i pamundur për 90% çifteve të Tiranës. Me rrogat e mesme që janë sot Tiranë nuk e blen dot. Kështu që hajde t'i ndihmojmë njerëzit. Hajde t'i ndihmojmë çiftet e reja. Hajde t'i ndihmojmë familje pa dallime politike. Dhe duke rritur kuotat, zoti Saliani, heqim edhe atë debatin, fituan patronazhist apo nuk fituan patronazhist. Le të fitojnë të tërë, se në fund fare gjithë qytetarët Tiranës janë. Abat fitojnë të tërë. Jo të kemi dy lista, ca fituese, ca humse, po kemi mundësinë, i kemi financat, hajde të rrisim numrin e kuotave. Dhe të bëjmë thirrje çdo qytetar i Tiranës, çdo çift i tri, çdo familjari të aplikojë për kredinë e butë tu në Bashkinë e Tiranës. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Saliani. Për sa i përket, besoj për u shpreh do e votoni këtë listën, pavarësisht atyre që do shtojmë, se dakord jam me gjitha që ta çojmë 3000 po. Këtë listën që kemi sot. Zoti kryetar, se nuk ju thirrin emër, nuk ka nevojë. Ju mendoni se opozita jemi interes të qytetarëve të Tiranës, të familjeve të Tiranës, të bizneseve të Tiranës, do marrin gjithmonë dhe vetëm mbështetjen e opozitës. Pavarësisht komendave të opozitës. Kështu që këto lloj provokimesh të kota përdorin i diku tjetër. Opozita në Tiranë ka mbështetur, mbështet sot dhe të mbështesi çdo lloj mbështetje që i jepet familjeve dhe bizneseve. Procedura se si janë përzgjedhur nuk na takon ne. I takon stafeve të cilët auditohen, kontrollohen nga auditi brendshëm dhe nga kontrolli i lartë i shtetit dhe fatmirësisht tashmë do kontrollohen dhe nga Komisioni i Kontrollit të Brendshëm Financiar. Kështu që faleminderit dhe e vërteta shpesh vonon, por nuk harron të zbardhet kurrë. Me këtë konstruktivitet, dera jonë është e hapur për zotit Elitin dhe për cili do këshilltar që vazhdon, por do sugjeroja për sa i përket projektakteve, në lidhje, pak qetësi, ju lutem.
Ju lutem, për sa i përket projektakteve, do thoja që buxheti është një buxhet shumë ambicioz. Për sa i përket ndryshimit Tiranës, i ftoj zotit Elidit të dalin në rrugët e Tiranës e të shikoj pasërtinë e Tiranës, turizmin e Tiranës dhe tjerë sa si ndryshon Tirana për ditë. Dhe ky është buxheti i cili ne po miratojmë dhe punët që janë kryer. Për sa i përket dil bëjnë xhiron Tiranë dhe shikoje. Dhe këtë e vërteton dhe vota e qytetarëve në para një muaji për sa i përket Tiranës dhe ju e pat, domethënë gjithë përsa punët e Tiranës u votuan në këto zgjedhje dhe ju them zotit Eliti për sa i përket projektaktit të kredive të buta, shpresoj që gjithë qytetarët e Tiranës morën miratimin ata që kanë kaluar nga komision, por shpresoj që dhe ata që kanë fituar të shikojnë prioritet nga Bashkia e Tiranës për sa i përket apelimit dhe mos sugjerojmë Bashkisë Tiranës si këshilltar, mos u merrni te kufia 1200. Kaloni kufirin. Po, kaloni kufirin dhe këtë sugjerimi i Këshillit Bashkiak dhe ju si në kryetar duhet ja transmetoni këtë administratës. Cili antar, cili pjesëtar i cili ka aplikuar dhe dokumentat Komisioni i Apelimit i shikon të lishme, mos kufizohet tek numri 1200. Për arsye se numri në bank do shkojë dhe aty do keqi. Ne mos bëjmë mbledhje prap për 200 kuota të lira mbas 6 muajsh. Dhe për sa i përket projektaktit për ngritjen e komisionit financiar, ne kemi dhënë dakordsinë parim dhe ngelemi asaj fjalë, miratohet në parim komisioni me 5 antar dhe ftoj opozitën të paraqisë 2 antarët në mbledhjen tjetër dhe ne do paraqisim 3 antarët dhe të bëjmë konfigurimin e komisionit dhe miratimin e gjithë projektakteve sipas rendit ditës. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë me votimin e projekt vendimeve. Pika numër 4, projekt vendim për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike deri në 6% nga fondi i kushtzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Tiranë për periudhën 1 deri në 30 prill 2025. Pro? Abstenim? Kundër? Ska. Miratohet. Pika 5, projekt vendim për trajtimin me subvencionin e qiras të disa familjeve në nevojë që nuk mund të përballojnë qiran e tregut të lirë. Pro? Abstenim? Kundër? Ska. Miratohet. Pika numër 6, projekt vendim për përfituesit e programeve të procesit të rindërtimit. Kush është pro? Abstenim, kundër, nuk ka miratohet. Pika numër 7, projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 109, datë 15/11/2023 të Këshillit Bashkiak për krijimin e bordit të Agjencisë së Industrisë Kreative Tiranë. Pro? Miratohet. Pika numër 8, projekt vendim për një ndryshim në vendimin numër 21, datë 18/07/2012 të Këshillit Bashkiak për miratimin e antarësimit dhe financimit të kuotës së antarit të asociuar të Bashkisë së Tiranës në Eurocities, rrjeti i qyteteve më të mëdha europiane të ndryshuar. Pro? Abstenim, kundër, miratohet. Pika 9, projekt vendim për miratimin e kritereve dhe kushteve plotësuese që agjencitë e shërbimit funeral duhet plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të shërbimit funeral dhe ose ofrimin e shërbimit për shtëpi funerale në lidhje me kapacitetet teknike dhe burimet njerëzore. Pro? Abstenim, kundër, miratohet. Pika 10, projekt vendim për miratimin e raportit konsoliduar të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Tiranë për 12 mujorin e vitit 2024. Pro? Miratohet. Pika 11, projekt vendim për miratimin e familjeve që përfitojnë nga programi social subvencionimi interesave të kredisë i financuar me fondet e buxhetit të shtetit në Bashkinë e Tiranës. Pro? Abstenim, kundër, miratohet. Dhe pika shtesë 13, për miratimin në parim të ngritjes së Komisionit të Kontrollit Brendshëm Financiar. Pro? Miratohet. Faleminderit.